Krye polici Skënderhita nga Vlora përmes një deklarate për shtyp theksoi se policia dështoi në menaxhimin e protestës në Zvërnec. Ngjarja e ndodhur, mënyra e menaxhimit saj dhe informacioni pasakti përcjell publikisht kanë cënuar standardin që unë kërkoj nga policia e shtetit dhe besimin që qytetarët duhet të kenë tek institucioni ynë. Për këtë arsye, ka marrë vendime të menjëhershme që në orët e para pas ngjarjes dhe janë nisur procese të plota hetimore dhe administrative për të nxjerrë përgjegjësitë përkatëse. Mëtej, drejtori i policisë së shtetit kërkoi nga strukturat e policisë integritet dhe transparencë gjatë ushtrimit të detyrës. I kërkoi drejtorisë vendore të policisë Vlorë që të jetë sa më e hapur, sa më aktive dhe profesionale në shërbim qytetarëve dhe në zbatim të ligjit, dhe të mos përfaqësohet kurrësi dhe në asnjë rast para publikut me dobësinë e papranueshme të 3 ditëve më parë në Zvërnec, ku policia u shfaqe fjetur dhe jo profesionale, duke mos ndërhyrë në kohë për të parandaluar marrjen me forcë të qytetarit apo duke mos identifikuar dhe arrestuar në kohë punonjësit që goditi me grush qytetarin, ku ajo trup në turpëron të gjithëve. Gjithashtu kërkoi angazhim maksimal për mbarvajtjen e sezonit turistik. Parandalimi i ngjarjeve kriminale, zbardhja atyre të ndodhura më parë, siguria gjatë sezonit turistik, siguria rrugore, rritja e sigurisë detare, mbrojtja nga dotja akustike, ndjekja në dinamike shqetësime dhe denoncime të qytetarëve, goditja e armbajtjes pa leje, krimeve mjedisore, kapja e personave në kërkim, parandalimi dhe goditja e kultivimit të bimëve narkotike, si dhe goditja e trafiqeve të palishme, janë në fokusin ton të përditshëm të punës policisë shtetit për gjatë këtij sezonit veror 2026 dhe jo vetëm.